shkresher edhe sidomos tash kur janë përvjetoret e qoftë masakra, po çdo ditë ose çdo muaj ka një përvjetor, qoftë luftës, qofshin edhe ato që kanë qenë sportive, që i përmena pjesa kulturore, ku ta diune. Edhe çdo herë, stash ndoshta dallimi mes edhe të koda, po edhe mes asaj si fotoreporter. Ndoshta nuk du nxjerr paralele, ose si gazetar një ngjarjes, është dukshëm dallim i madh. Arsyeja është se një tragjedi gazetarit nuk i lypet për çdo vjet se është përvjetori. Ma për çdo vjet kur ka përvjetore, masakra apo diçka, kërkohem fotografi. Unë çdo vjet duhet të rikthehem, shoh ato pamje, të përjetoj ato pamje, për mua është e vështirë. Edhe është e vështirë, kërkush nuk më kupton që është e vështirë. Kërkush nuk kupton se diçka është e mrenshme. Ke përjetuar një dhunë, edhe sot për çdo vjet ty të kërkohet ajo. Mendoj që pak që kjo është e tepër që po, jam shumë mirë me vetveten që kam arrit që disa prej fotografive të mia janë ikonike sot.